Drama dhe fest në Vlorë në finalen e play-out të kategorisë së parë. Edhe pse sfida nuk ishte lidhje direkte me flamurtarin, stadiumi në Vlorë u kthye në skenën e një përballje emocionuese me Sopotit dhe Luftëtarit, ku në fund festa ishte për ekipin nga Librazhi. Sopoti siguroi ngjitje në kategorinë e parë pas një finaleje dramatike, duke triumfuar ndaj Luftëtarit vetëm pas goditjeve të penaltive. Koha e rregullt dhe shtesa prej 120 minutash u mbyllën në barazimin 1-1 në një sfidë të luftuar deri në sekondat e fundit. Ndeshja nisi më mirë për Luftëtarin, që kaloi në avantazh që në minutën e 6. Pas një penalltie të akorduar në fillim të takimit, Diamanti u treguai sakt nga pika e bardhë, duke dërguar topin në rrjet e duke ndezur festën e tifozëve Gjirokastrit. Megjithatë, Sopoti nuk u dorëzua dhe vijoi të kërkonte golin e barazimit. Presioni i ekipit nga Librazhi u shpërblye në minutën e 79, kur Jergavani realizoi golin që riktheu ekuilibrat e i dha shpresë skuadrës së tij. Pas barazimit, tensioni u rrit edhe më shumë në minutat shtesë me të dy ekipet që kërkuan golin vendimtar, por gjithçka u vendos nga ruletat e penaltive. Aty Sopoti u tregua më i saktë e më i qetë psikologjikisht, duke fituar finalen e duke siguruar një vend në kategorinë e parë për sezonin e ardhshëm. Në krahun tjetër, zhgënjimi i madh për Luftëtarin që nuk arriti të mbijetojë në kategori, edhe në sezonin e ardhshëm do të luajë në kategorinë e dytë. Në fund, emocionet ishin të forta në stadiumin e Vlorës, me festën e madhe të futbollistëve dhe tifozëve të Sopotit, që vazhduan edhe pas vëshëllimës finale.